Mirë se merr në emisionin I Pavarur, jemi në studion ton tashmë. Domethënë zoti Rama me ndryshimet që bërin qeveri, natyrisht ndryshoi edhe studion. Ik Armir tha dil këtu më poshtë se na duhet kjo me piktura. Dhe ne unë së bashku me Kristianon, me cilin kam këtu që nga viti I largët 2020. 20 është Kristiano, po? Që në 2020-ën këtu në ambientet e kryeministrisë. Tashmë kemi mundësi edhe libra lexojmë para dite. Kristiano merret edhe me punë tjera, po kur vjen lexojmë të dy. Lexojmë dha të shën. Dhe ja tek e kemi fundjavë me diell. Qytetarët I drejtohen Bregdetit dhe Lipojës. Bëhet fjalë për fundjavën që iku, pra e shtunë, e diel e kaluar. Deri këtu do thoni ju, çe pate këtë, pse e more mundimin dhe na nxorë këtë lajm nga ATSH-ja? Ti dhe Kristiano, se jeni dy. Për një motiv të thjeshtë. Sepse ATSH-ja, që ishte fundjavë me diell, do thoni ju ku e pa. Do të filloni, po është e thjeshtë, ka aplikacione sot. Dikush do të prit një sekond. Ka shërbim meteorologjik të ushtrisë dhe shtetërore. Jo, mor shok. ATSH-ja, Agjencia Telegrafike Shtetërore, pra agjencia zyrtare e një vendi, të cilës se referohet gjithë bota, e ka parë te Facebooku I kryeministrit Edi Rama. Ka hyrë në Facebook të Ramës, ka parë këtë foto, pak më poshtë bën ato protestat e Riollit, po nuk I themi. Ka parë këtë foto dhe e ka marrë ATSH-ja dhe e ka vendosur këtu. Fundjavë me diell, qytetarët I drejtohen bregut të detit Filipojës. Ua! Lajm të cilën ATSH-ja, e përsëris, Agjencia Telegrafike Shtetërore të cilës referohet të gjitha agjencitë e tjera, e merr nga Facebooku kryeministrit dhe na tregon ne që është fundjavë me diell. Na tregon dhe ne që qytetarët shkojnë Bregdet, se në fundit mund edhe të mos shkonin në Bregdet qytetarët, po qytetarët kanë shkuar në Bregdet. Falu thekjes Edi Ramës. Ndërkohë që bota është në luftë, lufta e tretë botërore fillon çdo muaj. Tani është e treta. Sulmon Rusia-Ukrainë, filloi lufta e tretë. Po sulmon ky vend, tani filloi e treta. Tani era Trumpi, bile po ta marr me gjuhën e embër e morfema, përshëndes mikun tim Agron Dalipaj, Iran do të thotë që bam, Amerika. Ma hiqet çik këtë, do flasim për gjëra të tjera, do shkojmë tek Irani, aty që Iran. Berisha, fundjavë patëm protest. Kombëtarja. Ka një barsolet cilën brezime di shumë mirë, vendosin 2 të marë, ta ratisen nga çmendina. Dhe bën plani se si të kalonin murin, bën litar, bën kështu me pijama të vjetra me çarçaf, I shtrëngonin, bën hyje, I provuan, bën dhe një gur që ta vërvistin e të kapeshin atje në një hekur, po të hidhnin si biçim padanie për të kaluar ato telat me gjëmba, u bë plani perfekt të do iknin natën. Natën, për shkak të shkarive të dheut, siç ka ndodhur në këtë pjesën e Librazhdit e në gjithë Shqipërinë. Shket dheu, bie muri. Në mëngjes çorën shokut kur I gjen këta. Haj tha, pse sikët? Na u prish plani tha. Po pse? Na ra muri. E Berisha nuk është I marr. Edhe pse ra muri, domethënë qeveria, Berisha e bëri protestë. Dhe unë kam thënë muaj përpara. Jo se unë kam thënë përpara vërtetohet. Mi po kam një përvojë. U bën 44 protesta para Bashkisë së Tiranës, vini re, para Bashkisë Tiranës, jo para kryeministrisë. I bën dhe opozita protestat para Bashkisë Tiranës. Pse? Se Rama ishte korruptuar, po ishte edhe Veliaj. Si pasoi Veliaj, tani filluan protestat para Këshillit Ministrave. Duke qenë se Rama e pati goxha problem të heq Belinda Ballukun, unë kam thënë muaj përpara. Mua më vjen eri të njëjtit skenar. Pra, qeveria përdor Sali Berishën për të tensionuar situatat që Edi Rama të ketë mundësi të thotë ç'të bëj, do të ndryshoj kabinetin se jam gjem Belaja me këtë Saliun. E nëse edhe pse ra qeveria, në 5 muaj u ndryshua qeveria, si ndroi qeveria, protesta vazhdoi. Dhe u dojq Vilhelm Hoxhës u tha. Në fakt, nuk është se u dojq, u odhën ca flakatan, u bë flak. U dojq dhe flak janë dy gjëra të ndryshme. Pra mund janë këta që bën numra shpejtësie, mos e provonin shpejt, ata që janë mjeshtra, marrin një napë, e lagin me ujë, shtrydhen mirë, e lagin me alkool dhe I vënë shkrepsen,
Dhe nuk digjet. Merr flak, po nuk digjet. U ikën ajo e alkoolit, po nuk mori flak karburanti rreth i qark, ai që u hodh, po nuk u doq vila e ish diktatorit. Por protestat tona janë paqësore, keqardhë për tuaj që ishin tek vila e diktatorit. Tani, kjo pjesa e vilës diktatorit faktikisht ishte një gjë shumë interesante. Unë nuk e dija që brenda vilës diktatorit zhvillohej aktivitet francez. Nuk e dija këtë gjë. Do thonë, po pse se dije? Jo për faktin që unë jam ignorant dhe pa interesuar për kulturën franceze, me të cilën jam brymosur për fatin tim të mirë. Kam marrë shkollën e lartë për frëngjisht, kështu që. Po për faktin që ai pas kështjën një institucion të cilin unë me sa e di unë, bën pjesë tek ato objekte që i ruajnë ose që i administron drejtoria e shërbimeve qeveritare. Në fakt na pas ka ndodhur tjetër gjë që ka dhënë komunitetit të huaj artistik kjo gjë. Po duhet kishte një tabel, që kjo është kështu. Pak rëndësi ka. Keqardhë për të huaj që ishën vilin e diktatorit, thot doktor Berisha, edhe mua në fakt më erdhi keq e s'më erdhi keq për faktin se ç'bëhesh atje një veprimtari të cilën ne nuk e dim. Nuk e dim. Faktikisht jemi shtet demokratik dhe për çdo end ku zhvillohet aktivitet duhet të ketë informacion. Nëse ma kalon çik se jemi prapë tek vila 31, e çuditshme. Rama dënon sulmin ndaj vila 31. X Art Explora, plagë hapur në fytyrën e Shqipërisë së re. Domethënë, ato fishekzarët që u hodhën asaj shtëpisave Rhoxhës, që ka një plagë hapur në fytyrën e Shqipërisë së re. Bota thot, e të mërshme si dogjën vilën e diktatorit. E si dogjën Art Explora, që ishte mbushur me të huaj. Më vjen ndërmend një anekdot tjetër, që do ta tregoj me që jemi në kontekst. Një burr kishte vrarë bashkëshorte. Edhe në gjyq, ai gjykatësi edhe në çik shumë me ngarkesa feministe, me shumë urrëdhë, çoi pandeur, u çua. Tha pse e vrave? Vallaj, tha, grumë të poshtës, tha, nuk e bote nona, tha. A e desh vra që notën e parë, më tha. Sa vjet kishit martuar, tha. Pa 35 vjet, tha. E pse se vrave që natën e parë? Pasi shqiptar, tha, ha sot ha nesër, tha. Edhe puna e ne si shqiptar, vilën e diktatorit, të cilën na ktheu për hir të vërtetës në irritant se kanë shesh. Na ktheu nga sheshi. Në 91-shin, ha sot nesër neve i odhëm çik benzin, që u bë sigur doq, në 2026, në shkurt të 2026-s. Gjithsesi nuk është ndonjë plak në fytyrën e Shqipërisë së re, sepse në botë, nëse thuhet u hodh zjarr në rezidencën e ish diktatorit për t'i dhënë një mesazh diktatorit të ri të Shqipërisë, nuk është plak në fytyrën e Shqipërisë. Jo, është plak në fytyrën e Edi Ramës. Bota mund të ketë marrë mesazhin, ajo pjesë e botës që do, që Shqipëri ka një diktator si Enver Hoxha që meriton të mos e zgjat se mua po fillua më lirua gjua vështirë se më mbledh. Kristiano, mund t'i mot lutem. Ja. Gonxha. Sulmi ndaj Explora, terrorizmi ndaj artit dhe imazhit të Shqipërisë. Tjetër mesele. Ky Gonxha i imazhit, ju kujtohet ju një herë që u hap diga liçenit edhe Tirana e re, erdhi ujë deri në gjuhë në Tiranën e re, ju kujtohet? U hap nga Bashkia e Tiranës, në kryetar i cilës ishte ky Gonxha, i cili ka hall me imazhit, edhe ky faktikisht bëri punën shumë mirë. Iku doq ky për shpëtuar Edi Rama. Por, sulmi, akt terrorizmi, arti, Shqipëria, lali, është një protest ndaj një institucion, një enti publik, se Vila Enver Hoxhës nuk është i artistëve francez, dhe nuk është i artistëve francez non-stop në 12 natës, në një natës. Mendohet që është një ent i cili ka një plak ku thuhet Art Explora, qendër kulturore, qendër kështu. Nëse është qendër, nëse është vila diktatorit, është simboli i vilës diktatorit. Se mundet nesër për shembull, nesër i hedhin, ku diun, hedhin shtatoren e diktatorit, ta zëm se Edi Rama do kishte shtatore, hedhin
edhe thonë akt vandal kundër bronzit, një metal fisnik i cili ka caktuar ecjen e njeriut nga epoka e hekurit në të bronzit, këta dëmtuan bronzin. Në fakt është simboli që ka kaq Blendi se ti i ditë sa gjëra po. Tani vjen Il Bello, më e bukura. Ambasada e Gjermanisë, da të shoja këtu, e mbush me foto, me zjarë. Protesta politike dhe drejta për demonstruar nuk mund të justifikojnë dhunën. Po kujti plasit trapi se ambasada e Gjermanisë, ose më saktë, për çfarë ambasada e Gjermanisë na çan trapin? Për ç'motiv? Motiv? Ambasada e Gjermanisë është një ambasadë si të gjitha. Kur në Gjermani bëhen protesta të dhunshme, të padhunshme, kur në Gjermani ndodh një akt ose një tjetër, ambasada e Shqipërisë ka të ndaluar të hyjë në punët e brendshme të një shteti tjetër, qoftë ky dhe Gjermania. Dhe nuk ka absolutisht asnjë të drejtë ambasada e Gjermanisë të gjykojë absolutisht, ka të ndaluar me konventa. Jo se po japun një gjykim këtu e do thoni çdo ti pse ke ti opinionin. Jo mulla, ka një konvent ndërkombëtare që të përcakton strikt marrëdhëniet e trupit diplomatik. Dhe ambasadat kam punë vetëm me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe ambasadori ka punë me Ministrin e Jashtëm dhe me presidentin kur ky e pret për letrat kredenciale. Kaq, nuk ka punë ambasadës, sidomos ambasada e Gjermanisë të gjykojë pastaj të drejtat tona për të demonstruar, për mos demonstruar, justifikohet dhuna. Këto janë pjesë, me gjithë respektin për Gjermaninë, e popullit shqiptar. Mund ta djegi, mund ta pjeki, është pjesë e jona. Pastaj, në qoftë se ne sulmojmë ambasadën e Gjermanisë, ka gjithë drejtat e Zotit, ta mbrojë, ta sulmojnë. Se ka vënë gojë çik si shumë, u hap thesi këtu në Shqipëri, edhe filluan gjitha ambasadat duke dhënë mend në Shqipëri. Ja, dhe jepnin mend të gjitha ambasadat kundër protestave, kundër kundërshtimit të qeverisë. Jo më e dim vetë ne na ka ardhur shpirti më i tundës, dhe Shqipëria është narkoshtet, është duke e thënë edhe bota sot, dhe është një sistem oligarkik, ndaj të cilit ne do të protestojmë, se me lule kur dalim ne na hedh gaza i burribujë, bashkë me shkopin e gomës e me të gjithë tjerat. Pak, do dhe për mua, këta policët e infiltruar, duhet kishin thënë, se do dalë, kemi të policët? Po, të lutem anëzirë qikë se i erdi rada. Ashtu. Berisha, agent infiltruar, mashtru Kryengritësit, se në shpinë e ish diktatorit Banor Rama. Këta agentët e infiltruar, sikur të infiltroj Partia Demokratike, agent vetët që t'jenë të veshur si agent infiltruar të policisë, e nga trova pak, po, dhe t'i thonë, ndodhet në kryeministri e Dirama do të qenë shumë bukur. Do të qenë një perfekcion që të ndodhte e njëjta situatë. Pastaj le të reagonte ambasada e Gjermanisë. Tani të themi ke Babloku, agent të infiltruar, thot Berisha, mashtruan Kryengritësit se në shtëpinë e ish diktatorit Banor Rama. Në një protest, ka ligj se si bëhen protestat, Kryengritjet, më thënë tash. Organizatori ka detyrimin ligjor për ecurinë e protestës. Pra, do bëjmë fjalime, do bëjmë këto. Dhe në qoftë se Kryengritësit ngren krye edhe kundër organizatorëve të fillojnë djegin shpinën e këtij apo shpinën e atij, është përgjegjësia e këtyre jo agentëve të infiltruar. Se mundet një agent infiltruar ose një çmendur dhe brenda aty PD-s është brenda e Enveri, është ngjallur. Dhe nuk i thotë është brenda këtu, por i thotë tek një lokal ngjitur, për shembull, ku janë 200 veta dhe këta shkojnë e djegin. Pra, nuk është faj edhe sikur të jenë agent infiltruar që kanë krijuar këtë skenar. Është përgjegjësia e organizatorëve, pjesa nëse ka apo s'ka dhunë protest. Është Edi Rama në shtëpitë e Enverit apo është në shtëpi të Mehmet Sheut, siç tha doktori në prononcimin e vet. Vazhdojmë me Europën, nëse më pëlqen shumë Europa, të lutem, Kristiano. Bruxelles, McAllister, nxisim dialogun politik në Shqipëri, por protestat e dhunshme nuk janë të pranueshme në një shoqëri demokratike. Dhe unë jap të drejtë në 100% i burrit. Nuk janë të pranueshme protestat e dhunshme në një shoqëri demokratike. Çështja është, a jemi në shoqëri demokratike? Pik. Pyetje.
për zotin McAllister. Ky mendon se Shqipëria është një vend demokratik. Mirë, por Shqipëria nuk është një vend demokratik. Këtu fillon çështja, duhen apo jo të duhenshme. E dyta, nëse unë i bie murit me kokë, për shembull, është dhunë ndaj murit, se duhet përcaktuar koncepti i dhunës. Në qoftë se ti godet murin me kokë ose me grusht, nuk ka rëndësi. A është dhunë ndaj murit? Pikë pyetje. Pse? Sepse në protestat e fundit që ka bërë Partia Demokratike, të fundit e të parat, kupton se mbas zgjedhjeve këto janë. Është hedhur lëndë djegëse dhe fishek zjarre kundër asgjëje. Pra kam ndjekur vetveten. Këtu te kjo, po, u thyen 2 xhama se ishte Rama atje. Thyen 2 xhama edhe kishte ndjekur vetveten, po ajo lënda djegëse. A është e dhunshme kjo gjë? A është dhunë, pra kur nuk është goditur person, i mirë ose i keq? Kjo më shtron pikë pyetje, nuk e di çfarë standardi dhunë ka këta në Bashkimin Evropian? Gjithsesi. Po ndërkohë, ti McAllisterit i them, turo se në Shqipëri kanë ardhur përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian. Mund ta kem Kristiano, të lutem, ha? Delegacioni PPE, Partive Popullore Europiane, takime deputetët e PD-s, bardhi, sinjal për zhvillimet në mami. Sinjal se zhvillimet në Shqipëri janë në fokusin europian. Kanë ardhur, se do ta analizojmë çik këtë se është qyfyri atë shësë. Delegacioni PPE-s, takime deputetët, pra kanë ardhur nga 28 parti popullore, kanë ardhur përfaqësues për të mbledhur fakte. Ky është lajmi, kanë ardhur për të mbledhur fakte për narkoshtetin, për probleme zgjedhjeve kështu me radhë. Ka dalë gaz bardhi dhe ka informuar publikun. Tani është kujdesur atë shëja për të bërë një lidhje, sikur këta delegacioni partive popullore ka ardhur me shqetësimin që nxitoni të hymë në Europë. Sinjal thot, pra, delegacioni i Partive Popullore Europiane takim opozitën, ky është sinjal se zhvillimet në Shqipëri janë në fokusin europian. Natyrisht është një fjali pa pikën e lidhjes, pa pikën e kuptimit, por ai që drejton redaksin këtu është aq militant ose aq frikacak, nuk di ta them. Pra është o aq patronazhist, o aq frikacak, sa nuk ka patur minimumin e profesionalizmit, guximit qytetar, çfarë duash, thojë vërtetën. Takim për të mbledhur fakte. Për të mbledhur fakte nga opozita. Dhe jo sinjal, pra ka ardhur Partia Popullore për të na dhënë sinjal, kanë takuar opozitën, se zhvillimet në Shqipëri janë në fokusin europian. Pra, zhvillimet e vërteta, zhvillimet do të thotë këto narkoshteti këto i ka Europa, por është lëmur sa që zhvillim është marrë pjesa zhvillim është eci ekonomike këto gjëra. E kisha për atë shën, E kisha dhe që duron, e kisha me McAllisterin, duron se mund të dalin nga fakt mbledhja, mund të dalin fakte. E ndrojmë, Rama ndryshimet në qeverit të para. Ndryshimet në qeverit të para. Rrethanat imponuan shkarkimin e Ballukut. Ndryshimet në qeverit të para. Me kapak. Gjë shumë e bukur, edhe këtu. Qeveria filloi punë shtator, qeveria re. Tetor, nëntor, dhjetor, janar, shkurt. 5 muaj qeveri. 5 muaj qeveri. Si mund të ishin të para ndryshimet? Është i para një ndryshim qeveri, 2 ndryshime qeveri. Pra fillon qeveria, punë, edhe ti parashej që Spiro Pali dhe RTS-ja janë e tha para ca kohësh, Ministria e Jashtme tha, është ai Roja dhe Elisa deri diku. Se nuk e lindte dot dhe pa Elisën. Dhe po ti ishte kështu, faktikisht do kishte hequr gjithë Ministrinë e Jashtme, do mbante Elisën. Po që Elisën. Pra, më të kishte hequr Elisën dhe para, të ishin para. Lamallari. Se më vjen Ramallari, po është Lamallari, e hoqi nga ministër, ishte që për kur zgjodh ministri i drejtësisë. Nga ministri i drejtësisë çoi ministri të brendshëm. Okej. Pastaj mori pirovogun e hoqi. Mori Ballukun e zhduku.
Oqi treqeku në qeverisë. Ç'do thot? Oqi se në një qeveri shtyllat përveç kryeministrit janë ministri i mbrojtjes, ministri i brendshëm, ministri i jashtëm. Ky është shteti. Ministri i brendshëm, i jashtëm dhe i mbrojtjes. Të tre këta i ndroi Oqi Spiro Palin, Oqi zëvendës kryeministër, kupton, po thot, kjo thot ishte e imponuar. Oqi ministrin e brendshëm, Sonjën Albana Koçiu. Oqi kësë Oqi, mor, se po vjen Toni Gogun, ku diun, bëri disa ndryshime. Okej. Tani, nuk merret atë shoja me faktin, si ka mundësi që një qeveri mezi qëndroi 5 muaj? Si ka mundësi që u deshën protestat dhe një ndryshim gjigant i gjithë trupit qeverisë, thjesht për të hequr ballukun për cilën nuk ishte këllë që zoti Rama. Se ka dhe një gjë. Për këtë ballukun e na tha, 3 herë tha, ma dorëzoi atë dorëheqjen, 3 herë i thash jo. Jo, nuk e për ta dhënë dorëheqjen. Po pse Oqi? Pse si la asaj moralin që të jepte dorëheqjen? Mbas e kishte shpëtuar dhe qeverinë. E bështy gishtin. Ma ndro pak? Ndryshimet në qeveri, Bardhi, disa nga emrat ishin këthyer në shqetësim nga partnerët ndërkombëtar. Domethënë, se janë, do thoni mos është teori konspirative. Në fakt ka aty këtu tek tuk edhe zëra që Edi Rama ka kaluar disa vija të kuqe. Dhe natyrisht vijat e kuqe nuk kalojnë vetëm, kalojnë me shok, me firmën e këtij, me praninë e këtij, me lidhjet e atij. Dhe në një lëmsh të madh që bëri që Oqi le t'i bie, ku t'i bie, vetes time mos t'i bie. Oqi gjithë ata ka hequr dhe këta që thot Gazi. Por unë gjithsesi, do bëj një pauzë të vockël, e do të kthehem sërish këtu me energji tjera.